Ngrotorja e qytetit të Gjakovës sot ka filluar për herë të parë prodhimin e energjisë elektrike përmes sistemit të kogjenerimit. Blerim Halilaj, drejtori ngrotores së qytetit në Gjakov, theksoi se ky projekt ishte i nisur që nga viti 2020, duke falenderuar edhe sekretariatin shtetëror për çështje ekonomike të Zvicrës për mbështetjen. Prej sot e tutje, ngrotorja e qytetit tash krahas prodhimit të energjisë termike, kemi edhe një prodhim 3, nëse më me quajtur kështu, pra është prodhimi i energjisë elektrike, pra aktivizimi i turbinësve që është bo, generatorëve që është në funksion, tash veç kemi filluar shitjen e energjisë elektrike edhe hudhjen rreth sasinë e prodhimit që na e prodhojmë. Kapaciteti prodhuesi i generatorëve që na kemi të instaluar këtu, sipas udhëzuesve të prodhuesit të turbinës së generatorit, ne operojmë tash me 1.2 MWh prodhim energji elektrike, krahas mbulimit të konsumatorëve me ngrohje me energji termike. Është një projekt që na ka marrë kohë dhe energji derisa veç është aktivizuar, po theks të veçantë në falënderim vlen me potencu që SECO ka pas një rol jashtëzakonisht të rëndësishëm në realizimin e këtij projekti, pra tu e falenderoj angazhimin, mbështetjen e tyre. Ne kemi ardhur deri në këtë moment ku veç tash me thonë kushtimisht edhe asetin e fundit të ngrotorës që është dashur me vënë funksion prej themelimit, për shkaqe të ndryshme është vënë si proces dhe për fatin e mirë nga sot e tuaj tash kemi të kompletuar projektin. Ky projekt do të shënojë një etapë të re për ngrotorën e qytetit, pasi për ta normalisht do të jetë edhe operimi më i lehtë, shtoi Halilaj. Ngrotorja është ndërmarrje publike edhe përfitimet janë kolektive për shkak se është e komunës si pronësi, pra komuna është aksionare këtu, edhe rrëdhëmisht përfitimi është i komplet komunës përveç asaj, po bëhem edhe një ndërmarrje tjetër që prodhojmë edhe energji elektrike tash. Kjo është e mirë krahas edhe rujtjes mjedisit, po në radhë parë përfitimet më të mëdha ka edhe vetë ndërmarrje për shkak se tash ka gjenerim të hyrave edhe nga një prodhim tjetër, me thonë kushtimisht nuk mvaremi më vetëm prej energjisë termike edhe prej sezonës dimrore, po tash kemi edhe prodhim energjisë elektrike, edhe është më e lehtë për ne operimi. Sistemi i ri ka kapacitet prodhues prej 1.2 MW, që nënkupton më shumë energji të pastër për komunitetin, me pak ndotje të mjedisit. Gauti u tha se mbesin të përkushtuar të kryejnë me përgjegjësi çdo detyrë që kanë si ndërmarrje.